Bombardimet masive mund të jenë ndalur, por palestinezët në Gaza prej 3 vitesh tashmë përballen me urinë dhe mungesë të produkteve bazike, infrastrukturë të shkatruar dhe mungesë të kujdesit shëndetësor. Edhe këtë vit, festa e sakrificës Kurban Bajrami e gjen enklavën në një atmosferë të zymt. Gjatë festës, myslimanët therin dele ose bakti dhe shpërndajnë pak mish tek njerëzit e varfër. Megjithatë, çmimi i baktive dhe mishit është rritur ndjeshëm në rripin e Gazës, të shkatruar nga lufta ku shumë njerëz mezi mund të përballojnë ushqimin bazë dhe përballen me mungesa të mëdha parash mes shkatrimit nga lufta 2 vjeçare mes Izraelit dhe Hamasit. Banorëve u duhen $7.000 amerikan për të kryer ritualin e therjes së një deleje që mezi peshon 40 kg dhe kështu pjesa më e madhe e tyre nuk mund ta kryejnë ritualin e sakrificës. Enklava palestineze është në një blokadë rrethuar thuajse kudo nga Izraeli. Nga e vetmja pikë kufitare që nuk del në Izrael, Rafa, hyn shumë pak kamion me ndihmë në ditë që nuk i plotësojnë nevojat të rreth 2 milion banorëve të mbetur në rripin e Gazës. Pasi një armpushim u arrit në tetor të vitit të kaluar, plani i paqes me 20 pika ka bërë shumë pak përparim. Rindërtimi në enklav nuk ka filluar dhe sulmet e fundit izraelite kanë shkatruar edhe ato pak ndërtesa të mbetura dhe tendat banorëve. Veç rrethimit toksor, Gaza ka qenë gjithashtu në një blokadë detare. Së fundmi, ushtria izraelite ndaroi qindra aktivist pjesë e flotiljes globale Sumud në ujërat ndërkombëtare. Ata ishin nisur drejt Gazës me ndihmë humanitare, kur ashtu si paraardhësit e tyre nuk e lejuan të shkelnin në bregun palestinez. Qindra aktivistë u dërguan në portet izraelite për të deportuar më pas në vendet e origjinës. Shumë prej tyre akuzuan për dhunë, torturë, madje edhe abuzime seksuale, gjë që është mohuar nga Izraeli. Megjithatë, një video e publikuar nga ministri i sigurisë kombëtare izraelite, Itamar Ben-Gvir, shkaktoi polemika të shumta dhe njerëzit ngritën pyetjen: a është kjo fytyra e vërtetë e Izraelit? Ai shfaqej duke u bërtitur në fytyrë aktivistëve të shtrirë për tokë me duart e lidhura. Qeveria izraelite u distancua shpejt nga veprimi, ndërsa qeveritë nga e gjithë bota, përfshirë edhe ato aleatët e Izraelit, kërkuan shpjegime. Mes aktivistëve të ndalur ishte edhe shqiptari Baki Goxhaj, i cili pak ditë më parë u rikthye në Shqipëri. Ky është një reportazh i Associated Press lidhur me përgatitjen në rripin e Gazës për festën e Kurban Bajramit. Duhet thënë, nuk ka akoma një reagim të qeverisë shqiptare lidhur me këtë çështje. Ylli, dhe njerë, çfarë shikon te sondazhi? Sondazhi e justifikon qeverinë shqiptare që mos bëjë një reagim? Sondazhi tregon qartë që ne jemi të përçarë. Ti e lexon se përçarë, po. Pra, Bakiu është një shqiptar si unë, sinqerisht i bindur për gatishmërinë për të sakrifikuar, për të shkuar atje, duke e ditur që të sakrifikoj. Pra ai është i sinqert. Për ndihmë humanitare, Është i sinqert. Po, nuk është çështja për ndihmë humanitare. Ai mendon ndryshe nga unë. Unë edhe ai jemi shqiptar dhe jemi të përçarë. Dhe kjo e tregon shumë qartë që jemi të përçarë gjys për gjys, bile. Gjys për gjys. Bakiti e shef si përçarë? Ky është një sondazh që bëhet në shkallë kombëtare, pra le të themi parametrat e bërjes së sondazhit janë parametra shkencor. Me një marzh gabimi 2.8%. Pra le të themi, nëse fut marzhin e gabimit, ka drejt ylli, është ndarje në mes. Nëse këtë sondazh e trajtojmë si përçarje, po varet se e lexojmë pastaj. Ylli e lexon si përçarje. Fet që kemi të ndryshme janë përçarje, kahet politike janë përçarje, janë shumë lloj përçarje. Kjo nuk tregon as pak përçarje, kjo tregon që ne si aktivist pro-palestinez dhe aktivist në përgjithësi, nuk kemi bërë mjaftueshëm që shoqëria shqiptare të jetë më e ndjeshme ndaj genocidit, ndaj të vrarit të njerëzve të pafajshëm në mes të ditës para kamerave. Duhet që më shumë ne në tërësi duhet që ta denoncojmë genocidin dhe të mos pranojmë të jetojmë në një botë ku kryhet genocid dhe të bëjmë diçka për ndalimin e saj. Dhe sidomos, mos bjemi dakord në asnjë mënyrë të qeverisemi nga një qeveri që bëhet palë me njerëz që kryejnë genocid. Po të rregullojmë në Shqipëri. Nuk ka asnjë ndryshim, ne mund të bëjmë të dyja njëkohësisht.
si që shkojmë në kishë dhe në punë, mund të kujdesemi që në botë mos të kënë genocid, edhe të kujdesemi që qeveria mos në vjedh pronat mes të ditës. Pikërisht. Ne do të bëjmë këtë kur jemi dakord. Shqiptarët duhet të formojnë bindjet e tyre në bisedë me njëri tjetrin, jo në bisedë me internetin. Duhet ta formojmë në bisedë me njëri tjetrin. Unë nuk mund ta pranoj këtë projekcion. Unë kam miq të krishterë që mund të vinë dhe të kisha jote. Dhe jam në bisedë me ta. Fakti që ne nuk kemi biseduar bashkë, apo ju nuk bisedoni me musliman, nuk do thotë që unë bisedoj, çdo kush nuk bisedon. Atëherë mos projekto diçka të pavërtetë tek unë. Unë projektoj aty tek ai projektimi që kemi me numrin e shqiptarëve që nuk duhet të përzihet. Dhe me shqiptarët që janë gati të sakrifikojnë, diskutojnë pavarësisht ndasive. Po jo, dëshi. Nuk tonë ato. Nga kuptimi pragmatist, ne nga njëra anë, ne nuk duam të përfshihemi, do me thonë, kjo është një ndarje dhe unë mendoj njësoj, që është një ndarje shumë e çuditshme, nuk më pëlqen, është 50-50 gati-gati, por nga krau tjetër ne nuk duam efektet negative të gjithçka nga aspekti ekonomik dhe pragmatist, ne nuk i duam aspekte negative. Po nga krau tjetër themi nuk duhet të përfshihemi. Ka një element bashkues, nuk është se për shembull dhe këta 45.3% janë dakord me ato që ndodh në Gaza. Po. Por tonë ne duhet kemi kujdes. Duhet kemi kujdes. Tani pse duhet kemi kujdes, Guri nuk e di, duhet kemi kujdes. Nëse mund të shtoj. Po, shtoj dhe pastaj Guri. Ndoshta duhet kemi kujdes sepse ata 45% janë punonjës të administratës. Janë patronazhistë dhe kanë nevojë të. Tu tani. Atë duhet të po shqivëria. Sepse